Ish presidenti i Kroacisë, Stipe Mesić, në një intervistë për Infomagazin gjatë ditës së shtunë, foli lidhur me aleancën ushtarake Kosovë-Kroaci-Shqipëri. Ai tha se nëse do të prekej njëra nga shtetet e përfshira në aleancë, do të ishte normale të reagonte ndonjëra. Megjithse, sa i përket reagimeve nga shteti serb, Mesić tha se në Serbi ka ende njerëz që nuk kanë hequr dorë nga politika e Slobodan Miloševićit. Ndër të tjera, ish presidenti kroat shtoi se Kosova do të kapi hapin me Europën, herët ose vonë. Kur rusët okupuan Çekoslovakinë për arsye politike, bota nuk reagoi. Pastaj kur ushtria sovjetike okupoi Hungarinë, bota po ashtu nuk reagoi. Kur rusët reaguan, kur politika jugoslave erdhi në konflikt me politikën sovjetike, sovjetikët nuk reaguan se si ta okupojnë Jugosllavinë dhe e dini pse? Sepse Tito ishte larg pamës. Këtu dhe ai bëri aleancë me Greqinë dhe Turqinë, që i quajtën Pakti i Ballkanit. Sikur Turqia dhe Greqia ishin anëtarë të NATO-s dhe nëse prekej njëra nga këto 3 shtete, këto 2 të tjera duhet të reagonin për shkak se 2 të tjerat janë anëtarë të aleancës së madhe. Atëherë kjo do të ishte luftë e madhe në Europë. Kështu Tito bëri që Jugosllavia të kalojë pa konflikt të madh me Bashkimin Sovjetik. Do të ishte normale që të reagonin, por askush nuk do të lëshonte në një rrezik të tillë, sepse problemi nuk është në Kosovë. Kosova herët avon do të kap hapin me Europën. Kjo shkon udhës së saj, por në Serbi ka asnjëherës që nuk kanë hequr dorë nga politika e Slobodan Miloševićit. Mesić foli edhe për fundin e ish udhëheqësit serb Milošević dhe të Jugosllavisë. Në lidhje me këtë, ai u shpreh se gozhdën e fundit ua ka dhënë ushtria çlirimtare e Kosovës. E thash unë kur shkova në Beograd, fola atë se unë jam presidenti i fundit, sepse e dija që me atë model Jugoslavia nuk mund të mbahej, duhej marrëveshje re politike. Tito shkoi, partia ra, kurse armata kërkonte sponsor. Nga ju armat dolën slovenët, kroatët, shqiptarët, bosnjakët, mbeti vetëm armata serbe dhe ajo nuk mund të përfaqësonte Jugosllavinë. Kjo ishte një politik plotësisht e huqur e Miloševićit, që na ka kushtuar me aq shumë të vrarë të plagosur. Pra, një politikë e gabuar e atij njeriu e përjetoi shkatrimin e saj, por të themi kështu, goditjen e fundit, gozhdën e fundit për këtë e ka dhënë ushtria çlirimtare e Kosovës, sepse Pakti i Atlantikut asnjëherë në historinë e tij nuk ka reaguar. Te kur u formua ushtria çlirimtare e Kosovës dhe kur u pa që Miloševići nuk mund të realizonte qëllimet e tij vetëm nëpërmjet saj, duke shkaktuar edhe më shumë viktima, sepse së pari qëllimi i tij ishte të zgjeronte Serbinë nga perëndimi, por këtë nuk arriti. Pastaj Kroacia krijoi ushtrim. Njërit bën Slovenia dhe Bosnia, kështu që ai kthehet ka Kosova, që të spastrojë atë vend. Ai ka dashur ta përndjek një popull, pra kosovarët, u shpreh Mesić. Ndër të tjera, ish presidenti kroat thotë se ushtria serbe kur më nuk do të kthehet në tokën e Kosovës.